Audio Jungle. Përshëndetje, e mirë se po takohemi edhe kësaj here, si gjithmonë jemi bashkë me mua Diorën në Ditamene, jemi bashkë prej të hënës deri tek e premte dhe mundohemi që gjatë gjithë javës, gjatë gjithë ditëve të javës, t'ju sillim pse jo edhe çaste sa më të mira, sa më të këndshme dhe sa më pozitive. E sot faktikisht do të flasim, do të prezantojmë Ramiz Selimin, publicist, autor dhe aktivist i njohur, sidomos në diasporën shqiptare, me një rrugtim që përfshin gazetarinë, letërsinë si dhe veprimtarinë shoqërore. Mund të themi që ai është një shembull i përkushtimit të jetës kulturore ndaj atëzeut, kështu që unë po shfrytëzoj që faktikisht të falenderoj zotin Ramiz që ka gjetë kohë sot për Ditamene. Faleminderit shumë zoti Ramiz që ke gjetë kohë dhe po shpresoj që pak a shumë kemi me shpalus të paktën diçka prej jetës, sepse e dim që je kështu multi talentuar dhe ke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos prej diasporës në vendin tonë, që ju falenderojmë edhe një herë shumë. Falenderimi është shkon edhe për juve për ftesën që ma keni bën, shumë faleminderit. Unë do të përpiqem të jem sa më i thjesht, të tregoj pak a shumë për jetën time, për romanët dhe për librin publicistik, se si arrita të bëhem shkrimtar. Kjo është me të vërtet një rrugë që unë asnjëherë nuk e kam parashikuar. Domethënë kjo ka ardhur krejt rastësisht, kur në vitin 2016, sepse kur unë kisha probleme shëndetësore, duke menduar që familjes t'u lënë një biografi timen, sepse mendoja që nuk e kisha treguar në detaje të gjitha ato që i kisha përjetuar, vendosa t'i shkruaj në atë farformen gazetareske gjitha ato mendimet që i kisha për t'ja u treguar familjes. Mirë po, në një moment, një mikë imi, profesor i Universitetit Johan Kepler në Linz, vjen edhe thot një libër publicistik për një kalibër si ti, thot nuk është diçka që mundet me të sjell shumë avantazh, po pse nuk e provon librin tënë biografik ta kthen në roman, ku shumë njerëz ndoshta edhe mund të kenë interes ta lexojnë. Dhe unë nga ai çast provova që autobiografinë time ta kthej në roman, nuk ishte edhe shumë e thjesht, ishte me të vërtet një punë shumë e vështirë, sepse gazetaria dhe romanët në përgjithësi dallojnë shumë njëra prej tjetrës, përderisa një ngjarje përpilon në mënyrën më të thjeshtëmshme, ne romanet duan përshkrimet në mënyrë artistike që edhe dojnë kohë dhe dojnë një punë të jashtëzakonshme. Mirë po, pasi i shkrova 3 faqe, do të thotë ja dhash profesorit për ta vlerësuar shkrimin tim se në çfarë niveli kam arrit ta bëj, thotë vazhdoj, se me të vërtet je në rrugën e duhur, dhe nga ai çast unë vazhdova që ato 200 faqe të biografisë t'i kthej në romane, nga ku sot i kam 4-5 romane, 5 romane praktikisht kanë dalë për asaj biografie. Që po presim tash edhe për të fundit me cilin do të flasim edhe mandej gjatë intervistës, po do të isha ndalë ndoshta tek fëmiria hershme, sepse dim që sidomos njëri prej romaneve e ka inspiru edhe shkrimin e saj. Sa kujton rreth fëmirisë dhe sa është e vështirë me shkruaj, sepse e dim që ndoshta edhe nostalgjia, edhe sidomos njerëz që vinë nga diaspora janë akoma më empatik, ndoshta ndaj atëzeut edhe ndaj kujtimeve që i kanë këto. Çka kujtoni nga fëmiria juaj në Kosovë? Të romani Rënjët e kujtesës e kam futur gjitha ato ngjarje, do të thotë që i kam përjetuar nga mosha 7 vjeçare. Janë pak a shumë rrëfime, një udhëtim që kalon mes dhimbjes dhe krenarisë dhe të qëndresës shqiptare, praktikisht në asaj periudhe të okupimit. Unë mund të them se nga ajo moshë 7 vjeçare kam përjetuar disa ngjarje që ndoshta mund t'i kenë përjetuar edhe njerëz tjerë në të njëjtën mënyrë, bile dikun nëse është e mundur do ta lexoja një pasazh patjetër të asaj kohe që e kam futur në fillim, kur isha 7 vjeçar.
nëse bën me morë me lexu pak. Patjetër. Vetëm mos zbulojmë shumë sepse ndoshta Jo, diçka, vetëm diçka tash. Kanë dëshirë me lexu dhe pse jo me pas librin vet. Thotë kështu, për lexoj një pjesë, jo që gjatë, për kështu, papritmas në momentet e tyre ngazlyese, kur ishin duke brohoritur, veshri i tyre i papërgatitur po kapte një zet brisht dhe trishtues, që fëmijët nuk e kishin dëgjuar më herët. Ndoshta dhe mund ta kishin dëgjuar, por jo me ato tona agresive. Prandaj, më parë nuk ju kishte bërë përshtypje, pasi ai zë kishte transmetuar fjalët slave që nuk i kishin kuptuar. Ata tingujt veçantë që tani po mbillnin ndjenjat e frikës, i detyruan fëmijët me domos ta kthenin kokën nxitim ti pas, për të identifikuar se çfarë ishte. Pas tyre u shfaq një njeri shumë i vrashtë dhe i zemëruar që po bërtiste dhe qirrej si i marr. Ndaj ashtu i tërbuar duke si një bish, kur ai u afrohej me trupin e tij të krrysur, të veshur me një pallto të vjetër, e të zhubrosur që dukej sikur të ishte i rrjepër. Djemve të hipur mbi rrethoj ju pren gjunjët, pasi i marri kishte kapur befas në Grack. Ajo fytyrë çmendur me disa të qara në dy anët e faqes nuk ishte e panjohur, pasi kapela e tij shoveniste e dallonte nga fshatarët e tjerë. Ishte fqinji i tyre që me plot drejt ashtu e kishte identifikuar Dardani, por sot i duke i çrregulluar dhe se mund të kishte kaluar në shizofreni, këtë nuk e kishte menduar ndonjëherë. Gjithsesi këtë ditë dukja jashtë me këtij zemërkeqe ishte jo normale. Lubomiri mbante duart e mbushura. Në njërën dorë kishte sepatën, kurse me tjetrën tërhiqte një dru me gjemba. Dardani të merruar dhe njëherë po shikonte në drejtimin e tij, duke menduar ti kërkonte mëshirë dhe njëkohësisht në këtë rast, ai e kishte lexuar urrëtitjen e paparë në sytë e tij. Kjo urrëtitje armiqësore ishte edhe më egër se sa atëherë, kur qeni Taulantit behej gati të luftonte në duele qenësh për jetë a vdekje, por edhe atëherë kur kafshonte njerëzit. O Zot, çfarë do të ndodh me ne? Kishte përshpëritur me vete disa herë këtë fjali Dardani. Pasi ulërimat dhe piskamat e Lubomirit në gjuhën slave nuk ishin të ndalur. Ishin disa fjalë radhazi që vinin nga i tërbuari. Dhe ai vazhdimisht shante në natyrë shqiptare. Fëmijët përsëri nuk e kuptonin. Kurse ai behej koman edhe me egër. Dhe në një moment pa pritur hodhi sapatën drejtim Taulantit. Mjeti mbret kaloi fluturim të afër kokës tij. Ai ishte me shumë fat dhe jetë, pasi në këtë fatkeqësi milimetrat mund të kishin shkaktuar një lëndim të rënd deri në heqjen e kokës. Ky vrasës i pamshirshëm dhe katil donte t'i lëndonte ashpër fëmijët parashkollor, duke marrë në konsideratë dhe vdekjen e tyre. Për mos me vazhdu më agat, tash vetëm këtë një pasazh. Ja ulojmë edhe për kuriozitetet dhe lexuesve që do ta kenë më pas librin në dorë. Sigurisht. Është fragment i shkëputur nga Është një fragment, domethënë nga mosha ime 7 vjeçare, kur ne si shok ishim të rrethuar nga 2-3 fqin, domethënë komuniteti tjetër, që ata ishin të nxitur praktikisht nga pushteti që të ushtronin dhunë në forma të ndryshme ndaj fqinit tyre shqiptar. Dhe këto i kujtoj, domethënë në libër me 2 raste të ri janë të futura brenda, domethënë që më të vërtet i kam përjetuar me lkurën time, por jo vetëm unë që i kam përjetuar, por besoj që edhe shumë fshatarë tjerë kanë vuajtur në të njëjtën mënyrë. Po, sa ka qenë ndoshta problematike që pikërisht këto përjetime të hidhura më pas ti vendosësh edhe në letër. A ka pas momente kur edhe jeni prek ndoshta duke Një shumë e vend, unë për veti mendoj se kujtimet e asaj kohë nuk janë pluhur që i shpërndan një erë e historisë, por janë një gur i fortë që i është ngulitur në zemrën në shpirtin e secilit qytetar që ka përjetuar atë kohë. Kështu që për mua do të thotë ngjarjet kanë qenë me të vërtet ngjarjet e përjetuara kanë qenë ato pika ku unë kam dhënë maksimumin tim që t'jetë sa më e origjinale, që t'jetë sa më autentike, që t'jetë sa më e thjeshtë për lexuesin.
Pa tjetër. Po këthejme pas në kohë ndoshta edhe tek pikërisht tek vendimit që keni marrë për faktikisht edhe rrethanat aso kohë e kanë bërë vetën që shumica prej shqiptarëve të Kosovës të marrin rrugën e Mërgacës. Sa ka qenë sfiduese pikërisht për juve? Para se dalim, sepse në librin Rënjet e Kujtesës është më rëndësi të cekët, sepse kam futur në ta dhe periudhën e shërbimit. Mandej do të flasim për librat, po ndoshta më mirë me u fokusu tek pikërisht tek para se me shkruajtje librat. Para se me dalë, para se me ikë në tonë, unë isha student i fakultetit teknik dhe në atë kohë ne studentët e viteve 80 kemi qenë, pa marrë parasysh edhe pse kanë qenë grupe ilegale, marksiste, leniniste, jemi angazhuar që të kontribuojmë në kauzën tonë kombëtare dhe shumë prej miqve, shokëve të mi, do të thotë ka janë burgosur në atë kohë dhe vetëm mënyrë rrugë ka qenë që edhe unë ta rratisim dikon ose përndryshe rrezikon të burgosja dhe ime. Dhe nuk ka qenë lehtë ta marrë këtë vendim sepse unë si fëmijë vetëm në familje ose djali vetëm praktikisht, me një nën invalide, nuk ishte e lehtë që ta leja nënën vetën dhe të vazhdoja rrugën për gërbet mirë, po situata ishte e tillë ku edhe ajo të këndodhi. Po, paka shumë një kontribut të madh keni dhënë edhe atje në Austri, me që nëzë keni shkuar. Sa ka qenë problematike ndoshta në fillim, vetë vendosja atje mandej edhe kontributi qoftë për letërsin, më pasaj edhe ndoshta edhe hapja e klubit futbollistik, unë po kam dëshirë që me nda edhe me shikusit disa dromca nga jeta, e ditë që ndoshta është gjatë me tregu, po ndoshta në pika të shkurta mundesh me buni është interesant, për shembull se gjithë emigrantët shqiptarë dallojnë për emigrantëve tjerë, themi gjermanë, sepse edhe gjermanët emigrojnë në shtetet ndryshme të botës. Çka i dallojnë? Dallojnë sepse shqiptari gjithmonë emigron me bindje se një ditë do të kthehet këtu. Kurse gjermani emigron me bindje se nuk do të kthehet. Dhe kjo është dallim esencial. Do të thotë secili shqiptar që shkon për ndim thotë unë do të kthehem një ditë në vendindje. Ai thotë unë po shkoj në Amerikë për të mos më u kthy mua asnjëherë. Dhe ne që kemi shkuar në Austri, një numër i njerëzve të viteve të 90-ta, do të thotë ose 80-ta, kemi qenë edhe të respektuar nga shteti austriak, të vlerësuar. Një numër i madh i tyre edhe do të thotë qytetarëve tonë është integruar mirë në shoqërinë austriake. Ka arrit, jo vetëm në shoqërinë austriake, por në shoqëri tjera si zvicerane, suedeze e tjerë, kanë arritur në të vërtetë të integrohen dhe të kenë miq të shumtë atje. Një prej tyre jam edhe unë që kam arrit praktikisht përmes punës time, edhe sepse atje kam vazhduar edhe studimet për biznes dhe menaxhment, por edhe në gazetari. Kështu që me kohën kam arrit të më loj shoqatat ndryshme, shoqatë shqiptare. Keni qenë edhe drejtori i shoqatës shoqatën shqiptare austriake, kam qenë një kohë gjatë drejtori i saj. Kemi bërë përpjekje maksimale që të ndihmojmë vendin tonë. Bile një prej sukseseve të mia më të mëdha ka qenë kur kom arrit me sjell një delegacion të ministrave të Kosovës, kur ne nuk kishim akoma ambasadë dhe kom takuar me organet më të larta të shtetit austriak, duke filluar nga kryetari i Landit Parlamentit, kryetari ministri i punëve të jashtme, kryetari i parlamentit e tjerë, dhe kemi arrit në krye në atë kohë ka qenë ministër i infrastrukturës, më sa duket Bujar Dogolli ka qenë, po dhe Tom Hajdari e disa ministra tjerë që kanë qenë atë kohë kanë ardhur bashkë 12 persona. Dhe ato kemi prit ne me shoqat, i kemi sistemuar në kostot shoqatës, jo me kostot buxhetit Kosovës, dhe gjitha këto janë bërë praktikisht me ndimin e miqve austriak, sepse bashkërisht kemi arrit me bë. I kemi vizituar një numër të madh kompanive, ku kemi pa modelet se si funksionojnë dhe çfarë duhet bërë tek ne. Kështu që në kohë vazhdueshme kemi qenë në aktivitet, kemi ndihmuar shkollat me kompjuter, disa shkolla në Vushtri, kemi ndihmuar në Glin. Që nga atje keni dhënë po kemi dhënë kontribut jashtëzakonshëm kemi dhënë. Kemi ndihmuar sektorin e bujqësisë me pajisje bujqësore përmes shoqatës, kuptuat? Po për këto jam shumë i lumtur dhe ato e kam dhënë për shkak të vullnetit dhe dëshirës madhe që kam për këtë vend, që e dua këtë vend shumë. Patjetër. Me qenë se ishim edhe te klubi futbollistik. A ka qenë ajo një ndër synimet? Klubi futbollistik nuk ishte një synim, po klubi futbollistik është një punë jashtëzakonisht e madhe dhe shumë më e madhe se sa një shoqatë.
sepse klubi futbollistik ka angazhime tjera, ka kosto, don donatorët shumët, don gjana të shumta. Dhe këtu kemi arrit ne si grup i komunitetit shqiptar, ku në rrethinat e Lincit dhe të rrethinës jetojmë diku 25.000, kemi arrit të formojmë një klub futbolli në atë kohë, vitin 2017, dhe me 5 ekipe zinxhirore, duke luftuar prej ekipit parë, dytë dhe 3 ekipet juniorëve, kemi punuar jashtëzakonisht shumë, Sa ka qenë interesimi ndoshta? Interesimi ka qenë i shikuesve i madh, ka qenë i popullit, ka qenë gjithë shqiptarët kanë qenë bashkuar. Mirë, po problemet tona shqiptare nuk janë vetëm këtu, i kemi edhe në diasporë të njëjtat, sepse ne jemi bitë e këtij vendi. Ne nuk mund të dallojmë shumë prej këtyre njerëzve që janë këtu. Domthonë jemi pavarësisht Cilat probleme ju kanë? Problemet, gjithmonë problemet janë po thuaj se identike si këtu. I natët që i kemi në vete, klubi mas 5 viteve shuar. Fatkeqësisht, po shpresojmë që ndoshta ndonjë të ardhme pse jo rikthehet në një formë tjetër, ndoshta. Shpresojmë. Sepse duhet të thanë edhe këtë, se gjenerata e parë më të vërtet ka ndjenje shumë më të forta për vendimin se sa gjenerata e dytë. Është gjenerata e dytë atje gjen veten shumë më tepër në vendet ku jetojnë, dhe ata nëse duan ta themelojnë një klub shqiptar, i kanë gjitha mundësitë. Patjetër, ndoshta mundet më ju marrë dhe juve si referent, veçse veç e keni themeluar më parë. Mirë po, doja me undalë tash pak edhe tek romanet. Si nisi ndoshta ideja, pasioni për të shkruarin? Ku e kuptove që pikërisht? Vitin 2000, kur ne kishim më të vërtet probleme për të mbuluar ngjarje të ndryshme që zhvilloheshin në diasporë gjatë luftës të pasaj, me mikun disa miq të mi që i kisha këtu, redaktorët gazetave, më preferuan që unë të vazhdoj studimet edhe për gazetari, sepse kam përhyrje, dhe kështu që u futa unë gazetari atje në Austri, dhe prej ati momenti që e kom përfunduar, dhe më thonë gazetarin, kom shkru për disa gazeta, kom shkru opinione, kom marrë intervistat lloj-llojshme, duke filluar prej Luna Çeket, zonës Luna Çeket tjerë më radhë, që kanë qenë në përgjithëta gazetat. Kështu që shkrimin e kom pas pasion gjithmonë. Mirë po që do të kaloj ndonjëherë të romanet nuk e kom besuar kurrëherë, por ja që kjo ishte e mundur. Cili ishte romani i parë? Romani i parë është Rënjet e kujtesës. Si e thash në fillim, Rënjet e kujtesës është një udhtim mes krenarisë, një anë, mes dhimbjeve në anën tjetër, të gjitha asaj që e ka përjetuar populli shqiptar në periudhat e viteve 80 edhe 70 praktikisht në këtë rast. Patjetër, edhe ndoshta edhe prej titullit po lën të kuptohet që ka një farë fillet sidomos deri tek fëmijëria, shkon edhe në fëmijëri. Librin përgjithësi, domethënë përfshin ngjarjet që i ka përjetuar në këtë rast personazhi kryesor Dardani, ku mund t'i kenë përjetuar edhe më tepër qytetarë, unë besoj që shumica e qytetarëve të Kosovës duhet ta kenë pasur të njëjtin fat, dhe ata që do ta kenë fatin ta lexojnë, do të nihesha shumë krenar, sikur ndonjëherë prej lexuesve ta gjejnë të veten thotë ky është ai kapitulli ku unë e gjej veten. Dhe unë besoj që ka kapitull aty ku secili mund ta gjejnë veten. Pastaj për të thënë edhe diçka tjetër në këtë drejtim, libri si libër që t'jemi sinqert, unë shkruaj thjesht. Shkruaj sa më thjesht, që ta lexojnë, që ta kuptojnë gjithë. Se ti jesh më i qartë. Po, t'jem më i qartë për lexuesin. Nuk përpiqem të komplikoj, domethënë gjithsesi romani ka edhe ato gjëra tjera. Ka ona ime, për shembull, unë kam marrë pak a shumë, si të them, një lloj dëshire ose diçka që për shkrimet t'i bëj sa më mirë, sepse romanet këtë punë e kanë, do të thotë përshkrimi duhet të jetë sa më... E dojmë pak stilistik. Po, stilistikën e zonët. Mu më pëlqen për shembull përshkrimi që e bën Gabriel Garcia Marquez, për shembull. Stili tina, mirë, po unë nuk mund ta marr stilin komplet, unë po përpiqem ta bëj identitetin tim personal për shembull të librit. Më pëlqen edhe dialogjet e Dostojevskit për shembull, që i ka më të vërtet jashtëzakonshme me filozofi me gjitha gjanat, për shembull me metaforë, me sene të mira. Kështu një inspirim edhe prej dhe kështu që po prej tyre, normalisht kam inspirim prej tyre,
sepse i kam lexuar, me gjithë se kam lexuar edhe romane të tjera, domethënë shkrimtarëve gjerman dhe amerikan, mirë po ato që më kanë lënë më tepër përshtypje janë këta dy shkrimtarë. Janë këta. Me qenë se jemi tek shkrimtarët, Dëshira e Diegur është një bestseller juaj. A e keni prit? Jo, nuk e kam prit, domethënë se do të shpallet bestseller nuk e kam prit. Mirë po interesimi ka qenë mirë se unë besoj romani Rrenit e Kujtesës pat berje honë vitin 2022 dhe nga ajo si autor do të thotë i ri, shumë njerëz ishin të interesuar ta shohin mënyrën e shkrimit tim dhe pastaj romani Dëshira e Diegur u shpall dhe bestseller, ato kjo është një e papritur për mua. Vile në atë vit që doli romani, që u shpall romani bestseller dhe mora edhe një çmim prej një shoqate të shkrimtarëve të fejes, si shkrimtari i vitit 2023. Një motiv shtesë me vazhdu edhe rrugën e shkrimit. Dëshira e Diegur po na asocion me diçka që ju ka mbet peng. A ka diçka që ju ka mbet ju me peng? Dëshira e Diegur më duket sikur ai ylli që shëndrit diku larg dhe ti përpiqesh vazhdimisht ta kapësh mirë, po ajo është aq i largët saqë jo vetëm që nuk ngro, por në një anë libër ai po djeg, të digj. Dhe këtu janë ato problemet, për shembull në libër që i kam përjetuar në Vjenë, mirë po në vitet e 90-ta, unë jam dëshmitar i gjallë, ma këtë rasti këtu në 2 romaneve, më tepër të them jam dëshmitar se sa shkrimtar, sepse i kam përjetuar gjitha këto ngjarje, po këto ngjarje do të thotë viteve 90-ta, sikur që është romani Dëshira e Diegur, i kanë përjetuar shumë bashkon bastëmi, të cilët kanë emigruar në shtetet ndryshme të botës, deri në Amerikën e Largët, dhe ata po ashtu të njëjtat vujtë duhet i kenë pësuar si kurse unë. Po, zakonisht kur lexojmë shkrimin e një autori, më njëherë çdo personazh kujtojmë që pikërisht e ka shkruar mbas vetës. A keni shkruar ndonjëherë edhe ju për veten në vetën e dytë? Ndoshta pa e dashur me zbuluar këtë rast lexuesit. Në këtë rast e kam shkruar në vetën e tretë, do të thotë librat e mia janë shkruar në vetën e tretë praktikisht, nga mirë po gjithmonë ngjarjet natyrisht janë. Po, është e vërtetë, ato që... A ka një personazh të e përmendet për shembull Dardanin? Dardani është për shembull unë. Dardani je ti. Kështu që, sepse gjithmonë asociojmë kur lexojmë, dika thonë, okej, po ja afrohet ndoshta edhe shkrimtarit në fjalë, kështu që Dardani, Terrenit e Kujtesës jeni jo. Terrenit e Kujtesës, po edhe të Dëshira e Diegur dhe në gjitha romanet, 5 romanet që janë më radh, Dardani jam unë, sepse unë ato i kam përjetuar dhe siç thash më herët, kam bërë përpjekje maksimale që ngjarjet e shënuara në libër të jenë ato që i kanë përjetuar shumica popullit tim. Dhe ajo çka e bën ndoshta edhe më unike janë që janë rrëfime autentike, origjinale, do të thotë të përjetuara, edhe përshkrimet që i kam bërë në për libra janë bërë nga thellësia e zemrës. Do të thotë se ti ke pa, ose mund me lexuar diçka nga libra tjetër, për shembull Dëshira e Diegur, mirë po unë kisha pas dëshirë të kthehem edhe një herë Terrenit të Kujtesës, periudha e shërbimit ushtarak, ku më të vërtet kemi pas jashtëzakonisht vuajtje të mëdha, pjesa dërmuese e shqiptarëve në vitet 80-ta, kur kemi pas vrasje të shumta, dhe unë kam qenë dëshmitar në atë kohë në një kazernë ku ka ndodhur një vrasje në sytë e mi, për shembull. Ato këtu është të shkruar dhe unë e marr dhe shkruaj një letër motrës time, thom, nuk e dia kthehem në gjalla, nuk kthehem. Dhe atë kur e kam shfrytzuar këtë shans, se ka qenë shumë e rrezikshme të shkruhet një letër e tillë, të tregohet saktësisht familjes se çfarë po ndodh, mirë po ai i ati i Agronit që ishte i vrarë, ai e mori përsipër bartjen e letrave në drejtim. Dhe unë kisha pas dëshirë një pasazh shkurt të ta lexoj edhe nga kjo letër. Patjetër. Domethënë ka qenë letër që ju a keni dërguar motrës suaj aso po? Po, motrës time. Me qenë se rruga postare është e kontrolluar rreptësisht dhe në pamundësi që t'u informojnë në forma tjera mbi të vërtetën dhe vojtjet tonë në këtë kazernë të Ferrit, e cila udhëhiqet nga djalli, vetëm atëherë kur erdhi babai i Agronit ta merrte kufomën e djalit, shfrytëzova momentin të shkruaj këtë letër, pasi u hap një dritar dhe mundësi komunikimi me ty. Kur na tha se do të luante rolin e postierit aty për aty u binda se ai vërtet kishte një zemër luani. Shpresoj që kjo letër kur ta lexoni, t'ju gjeshë ndoshë mirë,
me gjithë se unë duke falendëruar Zotin ende po jetoj. E nisa shkrimin me një fjali shqetësuese pasin këtë vend mallkuar asgjë nuk është të qëndrueshme dhe sigurt. Me frikson fati që shërbimi ushtarak për shumë shqiptar, por edhe për mua nuk po shkon drejtimin e duhur. Njërin nga shokët e vranë pranin time, dha shpirt në duart e mia, kurse mikun tjetër që shoqërohesha ditë e natë plagosën rand. Pothuajse në këtë vend nuk ka shqiptar që nuk ndihet i braktisur, i përbuzur dhe i rrezikuar në hierarkinë e seriozitetit vrastar. Plasaritja dhe mosbesimi hierarkik po zgjerohet, pasi edhe mua 2 herë më shpëtoi Zoti nga sulmet tinzare të oficerëve. Motër, kjo situatë po më godet në shpirt, sepse për ditë tëra gjendem në të njëjtën gatërres me Qim Kuqin, edhe pse jam rritur një botë mjaft habitshme, të cilën qysh në efemerie kom shkuptuar se është e padrejt për kombin tonë, kjo që hasa në ushtri jo vetëm që është e çuditshme dhe e pa imagjinueshme, por sjelljet e oficierëve ndaj nesh janë aq njerëzore sa që i kalojnë të gjitha parametrat civilizues. Mirë, po kjo situatë nuk është krejt pa rrugdalje, pasi mua më ngjan që vrasja e shqiptarëve është vetëm një projekt dhe strategji kombëtare serbe, ku përmes vrasjeve duan të arrijnë qëllimin politik. E dashura motër, ndoshta bota gjithmonë ka qenë shumë e çuditshme, lloji ynë i veçantë i çudisë është vetëm një variacion i kësaj bote tepër të pandeshme. Prandaj nuk e di muajt që vinë me duken se do të jenë tepër të tmerrshëm dhe gjithkohon po mendoj se si t'i kundërvijem këtyre planeve o Gurzeza, sepse po u bën që në Gjibut, sparit vrasin, pastaj thonë se vrau veten. Nëse nuk e vret veten të shpallen edhe fajtore kriminal. Kështu që s'po lexoj krejt pe loman ato vend. Për kërshërinë, ndoshta më mirë. Sa ju kanë përndjekur ndoshta gjitha këto ngjarje dhe përjetime, po unë po besoj që pikërisht kanë qenë këto ngjarje ndoshta që kanë qenë edhe frymëzim për të shkruar. Sigurisht. Gjitha këto ngjarje, do të thotë që i kam përjetuar, kanë qenë frymëzim dhe sidomos edhe më kanë dhënë një forcë që unë më të vërtet ngrihem në nivelet çfarë jam sot, sepse të jesh nga një person ku i rrëzuar për to, kur gjendasha para vetvrasjes, do të thotë dhe të arrish në një nivele ku unë më të vërtet ndihem shumë krenar me gjitha ato që i kam arrit më vonë, nuk dua ta them tash se çka jo për shkak shkrimeve, por edhe për jetën time që kam vazhduar të kam një familje shëndosh, kam gjithçka në mënyrën më të vërtet normale që e kanë gjithë njerëzit. Patjetër. A keni pas mundësi mandej me bisedu me motrën rreth letrës? Po, kam biseduar, edhe me motrën kam biseduar disa herë dhe motra ka qenë shumë e shqetësuar pas kësaj letre, sepse unë kam 2 motra prej babës, të vetë jam djalë Hasreti, dhe në motrës madhe gjithmonë ja kam dërguar në letrat, sepse e disha që ajo e ka besimin edhe ishin një familje shumë patriotike. Që e ke përzgjedh motrën e madhe? Po, motrën e vogël ishte një vend tjetër, kurse motra e madhe ishte ajo që më kuptonte në gjitha mënyrat. Po, a është rujt ndoshta letra? Letra nuk e di a është rujt, se si kur ti shujt e kish pas me qenë më të vërtet shumë edhe për muzej, shumë interesant. Patjetër, si artefakt. Ka qenë një letër me 4 faqe të shkruar. Ajo ka qenë shumë interesant, edhe unë sikur të ishte rujt e kish pas me një më shumë. Mos nështë edhe rrethana e kohës e kanë bo të pamundur për ruajtjen e saj. Shpit janë djegë në gjatë luftës, motra mund të ketë marrë me veti, ku ta di unë, këto janë gjana që nuk e di. Me qësë se jemi edhe tek libri, po flasim pak edhe për librin tjetër, i cili është Shpirti plagosur, apo do të dalë mandej? Do të dalë, do të thotë unë isha koncentru pak a shumë edhe të këthimi trurit, për shumë. Okej, flasim pak edhe për këthimin e trurit, se goxha po na intrigon. Shpirti plagosur është mund vish pak një informim të shkurtër. Me që se do të promovohet mandej edhe promovojmë na e presim. Do të thotë prej udhëtimit dështuar, të thejmë me një fjalë që nuk arrin të emigrojnë në Amerikë dhe gjendet më të vërtet para vetvrasjes. Kjo është shumë e saktë. 6 muaj ditë në një depresion të thellë, merr pjesë në demonstratat e vitit 88, 89 dhe nga aty kapet dhe gjen veten. Do të thotë pas demonstrata, pas isha njerëz të vrarë, pas isha njerëz të plagosur. Ke pas një moment të tillë në jetën e juaj? Po. Në pas në vitin 89, më vrarë njerëz para kambet mi. Kam qenë edhe vetë.
Dhe keni mendu që ta merrni Ndërë, këtë nuk është me rëndësi, mo dhe ke humbur pasurinë, apo se ke humbur, nuk është fare rëndësishme, sepse jeta dhe të ishte më të vërtet në dilemë, a mund të jetojmë, apo nuk mund të jetojmë. Këto ka qenë... Të më thonë, keni arë deri tek mendimi për me... Sigurisht, për nuk ishte vetvrasje. më rëndësi pare, nuk ishte më rëndësi pasuria, më rëndësi ishte mbijetesa. Çka ju kësaj mandej? Ku e gjetët fillin ndoshta, ku e gjetët atë dritën në fund që themi? Në librin Shpirti i plagosur e kom shkrenuar një kapitull dhe kështu që nuk dua ta zbuloj, se si e arrita më të vërtet të kapja dritën e kthimit në jetë. Dhe aty pa të lëm pak për librin tjetër, mos ta zbuloj të gjithën ta. Okej. Me se ke tema pak delikate, po që se ne kemi fatmirësisht edhe të shkruar në librat e ju. Sigurisht. Ju keni zgjedhur këtë mënyrë që të komunikoni edhe me lexuesit, duke ia shpreh gjitha të vërteta të historisë. Janë ngjarje të vërteta, kam dëshirë që edhe lexuesi të shesë me çfarë ngjarje jam marrë dhe me cila tema i kam përshkruar, dhe besoj që secili prej tyre në një formë ose tjetër do ta gjen veten në një nga librat e mi. Pa dashur asnjëherë të proklamojmë edhe ndoshta iniciativa të tilla, ndoshta edhe ndonjë mesazh për njerëz që ndoshta arrin me një cak të vështirë të jetës. Unë besoj se gjithë ata njerëz do të thotë sepse jeta është e tillë, gjithmonë ka edhe të anën negative dhe anën pozitive, mirë po njeriu duhet të jetë aq i fortë, besoj në vetveten gjithnjë dhe asnjëherë të mos heq dorë nga qëllimet e tija, vetëm që ato të jenë më të vërtet shumë të shëndosha, dhe nuk jemi bindur që secili ka aftësi jo vetëm të bëhen shkrimtar, po të ndjek qëllimin e jetës vet secilin nga ne, sepse jemi njerëz të krijuar të njëjtë, jemi të gjithë. Nëse që keni bojë jo. Në këtë rast, ju jeni kthy të shkruarit, edhe një kësë që keni sjellë edhe sukses edhe në karrierën e juaj. Çka do të thoni për tret libra? Cili është juaj i preferuar? Libri im i preferuar do të thotë është libri Dëshirë djegur, sepse në ta gjithë ngjarja do të është rreth 3 muaj. Do të thotë ngjarja zhvillohet në Vjenë dhe në Kosovë, por jo me gjatë se 3 muaj. Dhe në atë periudhë 3 muajore do të thotë kam përjetuar edhe ato gjanat më të mërshme që mund t'i përjetoj njeriu, kur ti, si që në luft, mund të ketë gjanat të lloj-llojshme, mirë po lufta është luftë, mirë po në jetën paqësorë, në jetën domosdoshmë të përditshme, të hasësh në kontrabandist, të hasësh në njerëz të ndryshëm, ku me të vërtet dëshpërimi është më i madh se çdo gjë tjetër, këtu që unë jam përpjek me përshkruhe do të të ngjarjen që e kam përjetuar në mënyrën time të rrëfyerit, unë kujtoj, në bazë dhe disa njerëzve tjerë të letërsisë që kam arrit me të vërtet me treguar në mënyrën e duhur. Patjetër. Duke qenë kaq autentik në të shkruarin edhe në krejt të romanit të juja, keni hasur ndonjëherë edhe në paragjykime ndoshta, sepse pikërisht me tregu shumë për veten personale, ka paragjykime të shumta. Sigurisht, unë besoj që pa marrë parasysh secili shkrimtar, kjo është mendimi im, nuk e ka qëllimin që ta proklamoj veten. As qëllimi im këtë rast nuk është proklamimi vetës. Unë qëllimi kryesor është që të romanet e mia të binë duart të lexuesit, sepse unë kujtoj që më të vërtet kam arrit shkruaj diçka që është e rëndësishme për lexuesin. Edhe ai vetveten mund ta gjen ta. Kjo është qëllimi kryesor. Mirë po, tash nëse nalem dhe them për shembull, ka njerëz gjithmonë në jetësim secilin profesion, edhe të shkrimtarët, edhe të drejtimet të ndryshme, gazetari etj, që punën tonë ose e xhelozojnë ose mirë po njeriu nuk duhet ndaluar në asnjë formë. Për shembull, ndaj kritikave, unë jam i prirur që kritikat i pranoj shumë me kënaqësi dhe përpiqem gjithmonë nga kritikat mësoj të bëhem më i mirë, të punoj më shumë, në mënyrë që një fjali që e kam shkruar më herët, ndoshta një formë ta përmirësoj akoma më tepër, ta gjej edhe një fjalë më të mirë. Dhe kjo është qëllimi im primar dhe nuk merrem me njerëz për shembull që më kritikojnë nga këndvështrime të ndryshme, për shembull, sidomos në rastet konkret të 2 romaneve, ka raste kur dikush e ka gjetë veten më tepër se një herë në ta. Për shembull, sidomos shok ose dikush tjetër ku ta dijon edhe thotë mos jam unë ky.
Mos jam unë kjo gjëna që unë nuk e kam paramenduar në atë formë, për shembull në asnjë mënyrë, por unë kam paramenduar që përmes njerëzve që kanë qenë pjesëmarrës në ngjarje, ti pasqyroj ngjarjet në mënyrë reale. Kjo ka qenë qëllimi kryesor. Jo për shembull me kritiku dikon, ka raste për shembull në libër ku unë i kam paraqitur edhe ngjarjet sociale, që për më të vërtetë nuk janë do të thotë ndoshta për shumë njerëz mund t'i marrin si jo të duhura, mirë po unë kujtoj se realiteti duhet paraqitur pa marrë parasysh se çfarë ishte. Do të thotë nëse kemi pas probleme sociale në lagje, në fshat, në shtëpi, është shumë e rëndësishme të paraqitet ashtu si ishte, jo për shembull të devijohet. Do kështu mendoj. Asnjëherë nuk është. Ja, nuk është deviju asnjëherë. Ndoshta krahas edhe kritikave negative, kemi edhe kritika të mira. Cilat kanë qenë disa prej komenteve, reagimeve, sidomos nga lexuesit, nga për shembull, ashtu, kam marrë, domethënë, kritika ka pas negative më pak nga kritikët letarë. Padyshim, meqense se janë edhe bestsellers. Më pak, ndërsa kritika mund të kemë marrë nga miqt e afërt, të thotë farafisë ose dikush tjetër, po ato janë normale. Se kanë ditë që nuk i merr fort zemrës. Nuk i marr nga zemrës, kurse kritika pozitive kam pas me të vërtetë shumë, duke filluar nga njerëz të ndryshëm të letërsisë, shkrimtarë të ndryshëm, po edhe në Shqipëri, tash unë nuk po dua të ndalloj dikon me emër, ose dikon më dua vetëm t'i falenderoj të gjithë ata që e kanë vlerësuar librin tim, do të thotë duke filluar ndoshta prej Violeta Allmuçe që ka bërë redaktimin, e më radhë gjithë, sepse nuk do të ishte rrugës t'i përmend tash disa, për shkakun se ka me të vërtetë shumë prej tyre që kanë bërë edhe recenzime, kanë bërë recenzime, kanë bërë në mënyrën më të mirë duhur, domethënë, edhe nuk mos jes peng dikujt për sa të punë dhe nuk po kam dëshirë t'i përmend emrat tash për gjithë. Okej, po e lojmë ashtu pra. Sa më rëndësishta, sepse e dim që romanet dojnë pak më shumë kohë, qoftë për qenë më kreativ. Një roman, sikurse Dëshira e djegur, do të thotë me shkruan mua, personalisht më merr kohë deri në 5 muaj, 6 muaj, mirë po. Përpunimi ekstra edhe i herë, do të thotë se unë e përpunoj disa herë, në herë shkruaj skeletin e romanit, pastaj e moshej gradualisht si e thojmë me mish. Kështu që ta me marrë formën e duhur. Mirë, por romanët e mia mi kanë marrë kohë ka 7-8 muaj, do të thotë kështu në përgjithësi. Tash domethënë pritet me dalë edhe romani Shpirti i plagosur. Do thaj pritet me dalë. Çka bëhet fjala, po nuk po zbuloj fare. Unë tash diçka do të thotë, është ajo tregova vetëm pak më herë tash që bëhet fjalë kthimi prej domethënë udhëtimit dështuar. Gjendja do të ka është në disa faqe janë monografi, paka shumë që për Dardani flet me vetë-vetën, dhe aty është disa, pastaj janë disa ngjarje tjera që unë s'kisha pas dëshirë me zbulu përpara. Atëherë ne presim kur do të botohet kur libri do të botohet këto ditë, po. Unë besoj librin Shpirti i plagosur do ta bëj promovimin e tij na dikon ka gushti, ato muaj, sepse është edhe koha kur edhe shumë mërgjimtarë vinë këtu, ndërsa sa i përket për promovimit të kthimit trurit, do ta bëj deri më 15 maj në Klin. Në Klin? Po, në komunën e Klinës. Po e zgjedh ndoshta vendlindjen. E kam zgjedh vendlindjen sepse besoj unë si autor Klinas, një nga librat e mi, gjithë i kam bërë promovimet të Prishtinë, një nga librat e mi kam vendos ta bëj pikërisht në komunën time. Kështu që e meriton Klina, praktikisht. E meriton patjetër. Me që se jemi edhe drejt minutave të fundit, zoti Ramez, kisha dashur ndoshta të qoftë ndonjë mesazh, ndonjë sugjerim për gjithë ata ndoshta që dëshirojnë, pse jo, me marr rrugën e të shkruarit. Themi edhe diçka për kthimin e trurit, themi edhe 2-3 fjalë, shembull konkret në kthimin e trurit ka opinionin tonë, thotë ka janë disa opinione, shumë interesant, bile është edhe një opinion që edhe ka marrë libri titullin Kthimi i trurit si pas modelit irlandez, mu ka përshtypje shumë dhe modeli irlandez se si ka arrit me e këthyje dhe të atë inteligencën e vetë, se si ka arrit me e këthyje të gjithë atë farë fuqie që e kishtë në vendet e ndryshme të botës, dhe unë mendoj që edhe ne kemi fuqi mirë, por ne akoma nuk e kemi një Robinson, një kryetar sikur që ishte Robinson atë kohë në Irland, i cili me një vendim të fuqishëm vendosi që ta ndaloj emigrimin irlandez, sepse Irlanda prej 5 milionëve, mrena një përdej në vitin 1989-90, kishte zbritur në 2.900.000. Vjen Robinson dhe thot nga sot, në asnjë formë nuk do të lejojmë ikjen e njerëzve tanë në vendet ndryshme, por vendos të futët të borxhe, të marrë kredi, të investojmë me të vërtet njerëz kryesor
që i kishte Irlanda jashtë sikur Microsoft, Google e tjerë, dhe i kthen në vendlindje, me këtë arrin me u kthy edhe njerëz tjerë. Mirë po, gjithmonë duke u futur do të thotë në borxhe, kredi, sepse ata njerëz të fuqishëm që i kishte në vende të ndryshme të botës, ktheheshin në Irlandë vetëm nëse pagesën do ta kishin të njëjtin nivel që e kishin pasur në vende të tjera. Dhe unë mendoj, edhe Kosova sot është më të vërtet në atë gjendje çfarë ishte Irlanda në atë kohë, mi po neve na duhet një udhëheq që e zaventson ose të ishte i përafërt si Robinson atë kohë, i cili është në gjendje të marrë kredi, sepse nëse Austria sot ka për shembull dikun 300 miliard borxhe, pse Kosova të mos i marrë themi 50 miliard, mos përballoj 50 miliard, i përballon pa asnjë diskutim, dhe besoj që në të ardhmen ne duhet mendojmë edhe në këtë drejtim, që njerëz të fuqishëm pa marrë parasysh a janë në diasporë, a janë këtu, të ngritim nivelin dhe të ngritim në shkallën çfarë janë vendet e perëndimore. Një sugjerim për gjithë liderët e vendit tonë që ta lexojnë këtë. Po, ta lexojnë. Është më rëndësi edhe për historiantë, sepse kam një zbulim të viteve 1800 që e kom marrë nga një mik, nga një historian austriak, i cili e kishte ruajtur një dokument nga leksikoni i vitit 1800, kur historiantë gjermanë së bashku me anglez vizitojnë trojet tona shqiptare në atë kohë, dhe zbulojnë strukturën e vërtet si fetare, po ashtu edhe gjuhëve që ishin folë në atë kohë. Dhe është shumë interesant kur thuhet se pjesa veri perëndimore ishte e Shqipërisë në atë kohë, sepse ishin dikon rrethit 120.000 km2, jo 28.000 që i ka Shqipëria, 10.000, sa i ka 11.000 Kosova, por 120.000, do të thotë km2. Pjesa veri perëndimore ishtin besimit katolik, romak, kurse pjesa veri lindore, praktikisht i bje rrafshi Kosovës, Gjilani, të tjerë gjithë, këta ishin me shumicë dë besimit ortodoks, shqiptar, po dë besimit ortodoks. Këtu shkruan. Dhe më thonë, këto e në gjona shumë që ne shumë pak kemi marrë me këto tema. Dhe më thonë, tashnë unë ju besoj shumë për shembull historianëve gjermanë, sepse ata më të vërtet janë njerëz që flasin gjithmonë të vërtetën, shumë pak ju besoj historianëve serb ose turq, sepse ata e kanë përpunu në bazë të interesave që i kanë pas ata. Po shohim që edhe nga stili të shkruarit, edhe nga tematikat, Kthimi i Trurit po dallon nga romanet. Po, Kthimi i Trurit është libër publicistik. Domethënë, ai është diçka krejt tjetër. Çka ju shtyu ndoshta dhe ka. Po ishte që në atë kohë ku do të thotë jam marrë me tema shumë interesante, sepse dëshira e madhe kur e pata delegacionin në Kosovë, dëshira e madhe që vendi im të zhvillohet. Normalisht duke parë pengesat, tash do të jemi të sinqert, sepse Kosova ka zhvillim, ne nuk mund të themi që nuk ka, sepse do të ishte shumë jo e drejtë, themi këto, Kosova ka një ngritje të jashtëzakonshme, nëse e krahasojmë me vitet e para luftës. Kështu që mirë, po dëshira jonë që të ngritem në nivel më të lartë, më shtyp që unë të japi opinionet ndryshme, për shembull, kur një prej tyre është për shembull ta ndryshojmë veten apo ta ndryshojmë botën. Të zgjedhim, cilën do të cilën? Njërën. A mundemi me prit ndoshta dhe romane të zhanreve të tjera, sepse po na përfaqëson gjithmonë? Unë jam interesuar, përse duke e parë situatën, për shembull ngjarje të lloj-llojshme, që më tërheqin janë për shembull edhe romanet kriminalistike, romanet, domthonë që jam interesuar. Që mundemi me prit edhe të tjera, për shembull, jam do të thotë në proponim edhe të tëna. Gjithë ne gjithmonë i presim, i mirë presim gjithmonë edhe librat edhe romanet të shkruara nga Joze Tiramis. E përmendëm pak a shumë një përvojë t'juaj, një kontribut jashtëzakonshëm, po themi, qoftë në vendin tonë, qoftë edhe nga diaspora, ku keni kontribut gjithmonë. Çfarë do t'ju thoje sidomos të rinjve, sepse përmendet që juve, si më thonë, ndoshta për shkak të rrethonave dhe ndjekjeve nga regjimi, atëhershëm jeni detyru. Mirë po që këta të rinjë, ndoshta prej rrethonave, prej kushteve tjetër, thash po e marrin fatkeqësisht rrugën. Çfarë do të thoja atyre? Me të vërtetë kam një pasazh edhe në librin këtu, do të kesh bërë me qenë se kemi kohën shumë shkurt, nuk po lexoj, ku nëna ime me lutët, të lutëm mos u shpreh mos ik, sepse unë po mbetëm vetëm. Unë sugjerimi im është që ne, me të vërtetë, ti qasemi, se unë e kuptoj rinin, i kuptoj gjitha gjën tash edhe pak më herët. Gjithë ne që jemi shprëngull në vitet e 90-80, kemi pas një bindje më të fortë kombëtare se sa tash rinia që e vjeni sot.
Me këto është e vërteta, do të thotë, sot nëse ikim perëndim dhe i shohim të rit, me të vërtet shumë pak janë të bindur nga ana kombëtare dhe kjo nuk guxon të ndodhë. Unë ju them të rive, ne duhet gradualisht t'i qasemi vendlindjes, ta ndërtojmë vendlindje sepse është e mundur. Është e mundur. Do të thotë ne nuk e kemi fatin që nuk e kemi një udhëheqës si Robinson. Mirë, po ai do të vi. Jemi bindur që do të vi. Do të vi një ditë. Nuk varë vendes. Jo, nuk është, nuk e kemi akoma, sepse shiqo, ne kemi do të thotë njerëz, por nuk e kemi atë njeri akoma, i cili ka vizion me të vërtet për zhvillimin dhe ndaljen tërësisht të shpërnguljeve tona, që janë shumë të dhemshme, sepse unë jam Riyadh të Sud, thojmë këtu, që 4 vite, jetoj mes Kosovës e të Austrisë. Që e keni përmbush ëndrën e juja me urin. Po, sigurisht. Dhe shoh që fshati me të vërtet është mbet shumë pleq, është mbet i pa fëmijë dhe këto nuk duhet të ndodhin. Ne duhet bëjmë çmos sepse vendi ka kuptim vetëm me njerëz. E vërtet. Pa njerëz nuk na duhet këtu. Megjithse ne jemi shumë i njës kontributit juaj shumë vjeçare dhe vetë kthimit juaj në Kosovë, përkatësisht në Klin. Faleminderit shumë për krejt kohën. Faleminderit shumë di ora për që edhe herave të tjera do takohemi qoftë në promovimin e librit të ri. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësia ime që mora pjesë në misionin tuaj. Faleminderit për kohën edhe për gjithë angazhimin e juaj. Po shpresoj që kemi mund taku pse jo ndoshta marrim ftesë edhe në gusht edhe në maj. Promovimin e librit në maj do ta keni ftesën gjithsesi. Dhe unë për veti, nëse vinim, kjo do të ishte më të vërtet kështu oficial, për them për publikun, do të më bëjnë qefi pa tjetë. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe këta juftoj, oficial juftoj të vini. Jo, tash paqare do të më arse edhe në premtimi. Faleminderit shumë zoti Raves. Shumë faleminderit për juve. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe për juve shikuesve që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve, sidomos për ata që dojnë librin, pra për gjithë lexuesit i kemi disa prej romaneve më të mira, sidomos në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe, kështu që faleminderit që keni qenë me mua me zotin Raves Selimi kësaj here dhe ne takohemi herës së vjen.